Jam me një vajzë 25 vjeçare nga fshati i Gjepqisht. Kjo që raporton kjo vajzë dhe që është dokumentuar edhe në raportet e policisë është e tmerrshme, për shkak se ajo ka tëmë dhe në motrën me aftësi të kufizuara mentale. Në fshat, një person i cili është i të njëjtës moshë, e ke raportuar në polici, në raport të policisë ekziston, edhe në një raport mjekësor në spitalin e Tetovës është e vërtetuar, personi merret me blegtori, ka dashur që me dhunë ta shtyjë në veturën e tij për raport seksual. Ashtu? Po. Mund të tregosh ngjarjen? Po, unë isha të hec për në shtëpi. Edhe s'kishe njerëz, ora ishe 10:30. Edhe ishe një person bas, ama ai nuk dul, vetëm ai person që ka donte të kishte marrëdhënie seksual me mua, më tha ose do vish ose do të vras, unë i thash jo. E theri policia, erdhi policia, mur deklarata edhe shkoj. Nesër mitë më tha u sos puna, kur do shofish prap më ndalon udhën. Edhe unë i thash dhe për të ju të liridona, i thash dhe e thiri të ndihmoje kjo, se kjo ti je më e zgjuar edhe... Jo, më vjen keq për gjendjen tënde. Ti para disa viteve ke pas një rast të ngjashëm me një person të moshuar në fshat. Po, për çeta edhe ajo ishte. Ko pakat rasti? Ajo rasti ishte, se unë i pata 15 vjeç. Edhe isha shtatzane. Ky personi i moshuar më kalon shtatzane. Me dhunë? Po, me dhunë. Edhe pastaj unë e bën atë fëmijën edhe e çova në dom. Ma ti e denoncova atë në polici, ky mbajti burg. Sa mosh ka pas ai? Ai ka pas 54 vjet. Dhe ti ke qenë 15 vjet? Po, unë e 15 vjet, unë nuk i disha se çka... Kur shkova në spital, në ginekologji, 7 muaj e gjys isha. Ashtu bo fëmijë. Edhe unë pastaj e bona fëmijën e çova në dom, pastaj edhe mua më çu në dom, 3 muaj rrita atje, pastaj erdha shtëpi. Kur më rrita të shtëpia, babi më vdiq. Kjo është një ndër shumë raste si kësaj vajzës, të cilë sigurisht nga opinioni më tepër gjykohet vajza për të bëmat e saj, dhe jo personi i cili ka abuzuar me një 15 vjeçare, e cila me prindër të cilët janë në aftësi të kufizuara mentale, ku të gjithë njerëzit duhet të jenë në mbrojtjen tënde dhe jo në gjykimin e saj. Bëni kujdes, atëherë unë kam qenë, edhe unë jo në gazetare, si ti që ke qenë shumë e re, për ndryshe do të kishim përmendur emrin mbi emrin dhe të kishim nxjerrur fotografinë e tij këtu në media. Unë do ta ndjeki rasti është i denoncuar, bisedova me policinë, ndaj tij do të grihet një kallëzim penal në bazë të raportimit tënd dhe raportit mjekësor të spitalit të Tetovës që e ka. Ne si pacenzurë do ndjekim rastin. Faleminderit që pacenzurë është porta juaj. Vajzat të tilla, 15 vjeçare të cilat abuzohen, po, këtu në Tetovë. E di që nuk dëshironi të dalin këto gjëra, e di që nuk dëshironi që të themi se jemi kaq të pështirë dhe kaq me nevoja shtasarake, meshkuj, po, ndaj 15 vjeçareve, ndaj vajzave të cilat janë ende shumë të brishta.